pak ditë pas martesës së shumë përfolur me këngëtarin e njohur Blero Muharremi, vëmendja e publikut nuk është vetëm te ai. Në qendër të komenteve në rrjetet sociale është vendosur edhe bashkëshortja e tij, Eronita Sejdiu, e cila duket se po ndiqet me shumë interes nga ndjekësit. Çdo postim i saj po analizohet nga fansat, sidomos pas thashethemeve që nisën të qarkullojnë pak ditë para martesës, ku u përfol se Eronita mund të jetë në pritje të ëmbël. Së fundmi, Eronita ka ndarë në Instastory një selfie para pasqyrës, një moment i thjeshtë që megjithatë ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Në foto ajo shfaqet e buzëqeshur, duke bërë një postë të zakonshme, por ajo që fansat vunë re menjëherë ishte pikërisht barku i saj. Disa prej ndjekësve prisnin të shihnin një ndryshim që do të konfirmonte thashethemet për një shtatzëni të mundshme. Megjithatë, në këtë foto nuk vërehet ndonjë bark i fryrë apo ndonjë shenjë e dukshme që do të mbështeste këto aludime. Kjo ka bërë që në rrjet të lindin edhe më shumë pikpyetje. Një pjesë e ndjekësve mendojnë se lajmi mund të mos jetë i vërtetë, ndërsa të tjerë besojnë se çifti mund të ketë zgjedhur thjesht të mos e bëjë publike një gjë të tillë për momentin. Për momentin, gjithçka mbetet në nivel spekulimesh dhe as Blero Muharremi e as Eronita Sejdiu nuk kanë reaguar për të konfirmuar apo mohuar këto zëra. Derisa çifti të vendosë të flasë vetë për këtë çështje, fansat duket se do të vazhdojnë të analizojnë çdo postim të tyre në rrjetet sociale, në kërkim të një detaji që mund të zbulojë të vërtetën.